Zonja dhe zotrinj, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në eventin e vitit. Mirë prisni. Prezantuesin e mbrëmjes, Teni Vllaçaj. Ftoj në fillim një nga këngëtarët më të mira të muzikës shqiptare. Mirë se keni ardhur në edicionin e tretë të Mentorit Shqiptar në New York, këtu në Capital Ballroom. Kjo mbrëmje bën bashkë të gjithë shqiptarët e suksesshëm për promovimin e turizmit. Kënaqësi gjithashtu Angela dhe sukseset të gjithëve. Ferma VIP. Mendoj se është vendi më ideal dhe më i përshtatshëm për mua. Sfida ime më e madhe që do jetë në Ferma VIP, mendoj se përshtatja me fermerët e tjerë. Në fakt më pëlqejnë sfidat dhe besoj se edhe nëse s'di, besoj se do e mësoj. Dhe mendoj se dy kafshë që më përshtaten mua më shumë, ka njëra në ujku dhe pjesa tjetër luat. Nga ana tjetër, po ashtu e kam një gjarpër. Më pëlqen t'jap shumë dashuri, kafshët janë një ndër dashuritë e mia. Lidhja ime me fermën ka të bëjë me natyrën, kafshët, punët, tokën, krasitjet. Duke qenë se jam dhe verior dhe jetoj në fark të vogël, mendoj se është një format që është totalisht vetëm për mua. Avantazhi mendoj se është durimi, përgatitja fizike dhe kujdesi ndaj gjithë fermerëve të tjerë. Të bie në dashuri, nëse do ketë një klik, pse jo? Fitoria do jetë pika më kulminante dhe më e madhja në Ferma VIP. Thank you shumë. Shumë faleminderit gjithëve.